Lexim prej Ungjillit të Gjonit, kapitulli 7. Pastaj Jezusi vazhdoi të përshkoi Galilenë. Nuk donte të shkojë në Jude, sepse judejt e kërkonin për ta vrarë. Ishte afruar festa e judejve, ajo e të banëve. Pasi shkuan vëllezërit e tij në festë, shkoi edhe ai, jo ballafaqe, por si i fshehtazi. Atëherë disa Jeruzalemës thanë: Po a nuk është ky ai që kërkuam ta vrasin, e që ky po flet ballafaqe dhe askush s'po i thot gjë? Ato mos pranuan edhe krerët se është Mesia, por këtë e dinë se për ka është, e kur të vi Krishti askush s'do të di se nga është. Atëherë Jezusi, që po mësonte në tempull, foli me zënë të lartë: Po ju më njihni dhe e dini se nga jam, e pra unë nuk erdha prej vetvetes, por është një i vërtet që më dërgoi, të cilin ju se njihni. Unë e njoh atë, sepse jam prej tij dhe ai më dërgoi. Qysh atëherë kërkonin ta zënë, por askush s'furi dorë mbite, sepse ende nuk kishin ardhur koha e tij. Shumë prej popullit besuan në të dhe thoshin: Vallë, a thua kur të vijë Mesia do të bëj ai më shumë mrekulli se bëri